A ke ngrënë ndonjëherë fara lirit, por trupi yt s'ka përfituar pothuajse asgjë? Ndoshta sepse po i konsumon në mënyrën e gabuar. Farat e lirit janë të pasura me fibra omega 3 dhe antioksidant, por ja surprizë në fakt, mënyra se si i konsumon bën gjithë ndryshimin. Edhe ka 3 mënyra kryesore se si njerëzit i konsumojnë në përgjithësi. Mënyra e parë janë duke i konsumuar të plota, pa i bluar. Shumë i hedhin në kos, sallat ose i gëlltisin me ujë. Por këto fara kanë një lëvozh super të fortë që stërtet dot. Edhe trupi yt i nxjerr jashtë ashtu siç i fut. Pra rezultati është pothuajse zero përthithje e elementeve ushqyes. Mënyra e dytë janë të bluara. Kjo është mënyra më e zakonshme dhe shumë më e mirë. Kur i bluni, trupi thith omega 3, fibrat dhe lignanet që ndihmojnë sidomos gratë në menopauzë. Por problemi është se duhet t'i ruash mirë ose t'i konsumosh shpesh sepse oksidohen shpejt. Mënyra e tretë është forma që për mendimin tim është një super formë. Këto janë farat e lirit të sapombira. Kur farat mbin, aktivizohen enzimat, rritet përthithja mineraleve dhe zhduken antinutrientët dhe rriten antioksidantët. Pra, sa më shumë antioksidant, aq më pak ngarkesë ka për tretin. Farat e mbira janë forma më e shëndetshme sepse janë më bioaktive dhe më të pasura me vlera. Pra, në vend që të hash fara që s'te japin asgjë, zgjidh ato të bluarat ose edhe më mirë ato farat e mbira nëse arrin t'i gjesh në treg. Më trego si përdor ti farat e lirit. Më komento më poshtë. Shihemi në videon e ardhshëm.